Drejtoria për inspektimin në Gjakov ka ndërmarrë sot një aksion për lirimin e hapësirave publike duke realizuar rënimin e një objekti në rrugën Kasim Uka. Ky veprim është bërë në funksion të realizimit të projektit infrastrukturor për ndërtimin e rrugës Bujar Oka. Në një prononcim, drejtori i Drejtorisë së Inspektimeve, Ervin Shabani, theksoi se aksioni ka për qëllim përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe krijimin e kushteve më të mira për qarkullim të lirë dhe të sigurt për qytetarët. Ky lirim i hapësirës publike është të bëhet me qëllim të ekzekutimit të rrugës Bujar Oka. Është një projekt që është më herët, është i gjatë. Tash kanë me fillu domethënë punimet edhe në këtë rrugë. Procedura është e thjeshtë, vinë inspektorat të konstatojnë që duke i respektuar këtë procedurat ligjore që prona është në hapësirë publike, lirohet prona edhe normalisht që lirimi nënkupton largimin e saj. Drejtori Shabani apeloi për bashkëpunim dhe mirëkuptim nga ana e qytetarëve, duke nënvizuar se respektimi i vendimeve dhe lirimi vullnetar i hapësirave publike shmang procedurat detyruese dhe ndihmon në realizim më të shpejtë të projekteve në interes të përgjithshëm. Unë piktuit i bëj thirrje krejt qytetarëve të komunës Gjakovës se të bashkëpunojnë me drejtorinë për inspektime edhe me komunën e Gjakovës, që me liru hapësirat publike, jo vetëm aty ku kanë më ekzekutu punime, po edhe aty ku janë s'ka me pas punime, po ku pengohet lëvizja e lirë të qytetarëve edhe e veturave të komunikacionit. Drejtoria e inspektimeve njofton se është lënë një afat që shfrytëzuesit e hapësirave publike në mënyrë të jashtëligjshme të aplikojnë në komunë për legalizimin e përdorimit të tyre. Jemi të prit një afat optimal, domethënë që ata që i shfrytëzojnë hapësirat në mënyrë të jashtëligjshme të vinë të bëjnë kërkesë komune që hapësirat cilat munden mu shfrytëzu dhe që nuk pengojnë kurrë as lëvizjen e lirë qytetarëve, as nuk e nxojnë trotuarin, as nuk e pengojnë komunikacionin, munden marrë me bëj kërkesë me shfrytëzu në bazë ligjit, me pagu taksën komunale apo qeran, edhe munden me shfrytëzu, po ato hapësira që e pengojnë lëvizjen e lirë qytetarëve edhe të komunikacionit kanë më shfrytëzu këtë rregullat ligjore. Nga Drejtoria e Inspektimeve bëhet e ditur se këto veprime do të vazhdojnë edhe në të ardhmen, me qëllim vendosjen e rendit urban dhe garantimin e lëvizjes së lirë në hapësirat publike.